Ju tashmë e përmendet që ishit jashtë vendit dhe në atë kohë atje nuk e di nëse jeni marrë me ndonjë aktivitet, po kur u kthyet këtu, vazhdojë prapë të punonit si profesor? Unë nga jashtë vendit u ktheva këtu, më thirrën një ish kolegi imi profesor, thot kemi nevojë për një profesor në shkollën e mesme ekonomike, edhe pse unë kisha dëshirë që të kthehem prapë, që të rikthehem në gjimnazin Goca Delçev, por atje nuk mu pranuan, sepse isha dikush që kishte vepruar nga pozitat e nacionalizmit dhe irredentizmit, si thuhej në atë periudhë shqiptar. Edhe unë mu pranuan me një fond vogël orësh, unë braktisa punën atje dhe u ktheva në shkollën e mesme ekonomike Peronako. Aty punova deri në vitin shkollor 99-2000 dhe nga ai vit, atëhera e PDSH në vitin 98 ishte në qeveri me vëmëron, dhe unë atëherë u angazhova si këshilltar i lartë për bashkëpunim ndërkombëtar dhe më vonë nga viti 2004 isha këshilltar shtetëror për politikë të jashtme në Kuvendin e Maqedonisë dhe aty vazhdova një karrierë mjaft të gjatë mbi 20 vjeçare si këshilltar shtetëror për politikë të jashtme. Në kuadër kësaj ta përmendi se unë tani më derisa isha profesor në gjimnaz deri në vitin 88, 3 vjet rresht para vitit 87 kisha kryer specializimin për sociolingvistik në Universitetin e Franche-Comtés në departamentin e Franche-Comtés në Francë, në Besançon, edhe atë specializim e kreva me sukses, domethënë ato ishin, si isha bursist i qeverisë franceze, dhe ajo më mundsoi që të më hap një horizont edhe të filloj unë studimet e mia pas universitare për ta kryer magjistraturën më vonë edhe doktoraturën për të cilën do të flasim pak.